Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha thot se është i gatshëm të takohet me Edi Ramën vetëm për një çështje, futjen e Senatit në Kushtetutën e Shqipërisë. Nga ana tjetër, Berisha bëri akuza të forta për kreun e SPAK Altin Dumani, për të cilin tha se është i përfshirë në afera korruptive. Sali Berisha është i gatshëm të ulet në tryez me Edi Ramën për të ulur numrin e deputetëve në parlament, por kushti i tij për të prekur Kushtetutën është që kuvendi të funksionojë me 2 dhoma. Këtë dhomën e lartë, Senatin dhe dhomën e Parlamentit. Në qoftë se është problemi për të përcaktuar Senatin e Republikës në Kushtetut, po, jam gati, s'kemi asnjë kompleksa. Berisha foli me shqetësim për konfliktin e interesit që tha se SPAK-u ka përtetuar kreun e këtij institucioni Altin Dumani, të cilin e akuzoi sërish si të përfshirë në afera korruptive. Altin Dumani ka bërë një ujdi për 5 milion euro në lidhje me Kreshnik Faruku, nga Manza, mik e bashkëpunëtor me Artur Sheun dhe tani me Xhevdet Troplinin edhe Elvis Doçin, visin e Pojes. Shuma e ujdis do konvertohet në gur të çmuar, diamante. Tani, kush e heton Altin Dumanin? Prokurori i përgjithshëm? Asnjë tagër. KLP-ja, larg qoftë. Akuzat i vijoi edhe në adresë të zëvendës kryeministres Belinda Balluku. Lubia është hajdutja më e tmerrshme, më e papërmbajtur e 113 viteve shtet shqiptar. Rama sigurisht që po përpiqet mos e zërë brenda malit që po shemet. Një ditë pas votimit në kuvent të 2 komisioneve, ati për reformën zgjedhore dhe territoriale, Berisha ripërsëriti se Partia Demokratike është kundër zvoglimit të numrit të bashkive.